Rritet numri i ujqërve në Europë, ja se si është situata në Shqipëri. Shtohet numri i ujqërve në Europë. Sipas statistikave të fundit, për llogaritet shtim, i numrit të tyre me rreth 60% gjatë 10 vjeçarit fundit, duke kaluar kështu nga 12.000 në 22.000 ekzemplar. Vendet që numërojnë më shumë se 1.000 janë Italia, Bullgaria, Greqia, Polonia, Spanja dhe Rumania. Studimi është realizuar mbi 34 vende të kontinentit tonë dhe është publikuar në revistën shkencore PLOS Transformation nga një grup kërkimor ndërkombëtar me bashkëpunim në disa universitete. Popullsia e kësaj kafshe ka regjistruar shtim me 19 prej 34 vendeve, ndërsa mbetet i qëndrueshëm numri i ekzemplarëve në 8 vende, ndër të cilat Shqipëria, Kroacia, Norvegjia, Portugalia, Luksemburgu, Rumania. Ndërsa në vendet e tjera fqinja në Ballkan numri i tyre vjon të jetë në ulje, specifikisht në Maqedoninë e Veriut, Maltëzi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Në bazë të dhënave të mbledhura mësohet se në Europë ujqrit vrasin rreth 56.000 kafshë shtëpiake në vit, mbi një numër kolektiv prej 279 milion krerë bakti. Pavarësisht se ky fenomen ndryshon nga vendi në vend, sipas shumë faktorëve, mesatarisht kafshët që ruajnë baktit janë të rrezikuara rreth 0,02% për të vrarë nga ujku dhe dëmshpërblimet për blegtorët mbi këto humbje i kushtojnë vendeve europiane rreth 17 milion euro çdo vit. Humbja e baktive ka qenë ndër arsyet kryesore të zhdukjes skopeve të ujqërve jo vetëm në Europë, por në mbar botën, proces që nisi thellësisht në mesjet, ku në disa vende u vendos me ligj vrasja e tyre më pas. Intensifikimi u vërejt në vitet 70, ku në më shumë vende kjo kafsh u zhduk plotësisht. Ndër vendet që kanë humbje më të mëdha në këtë aspekt janë Italia, Greqia, Spanja, Kroacia. Kjo ndoshta për shkak të praktikave të rritjes së tyre, por dhe sistemet e kompensimit. Ndërsa përsa i përket sulmeve ndaj njeriut, ato janë ekstremisht të rralla në Europë dhe rastet më të shpeshta të raportuara mbërrin nga Italia dhe Greqia. Një tjetër fenomen që vërehet dhe del në pa është edhe çiftimi i ujkut me qenin, çka përbën kërcënim për konservimin e species në zinxhirin e jetës dhe shtim të kafshëve hibride. Në studim evidentohet se si ujku mund të ketë edhe impakt ekonomik pozitiv, pavarësisht se në pikpamje relative. Në disa vende statistika tregojnë reduktim të incidenteve rrugore në zonat rurale apo edhe më pak ulje të dëmeve në plantacionet pyjore përmes kontrollit që ushtrojnë në popullsitë e kafshëve të tjera si drerët e egër. Megjithatë, të dhënat nuk janë të mjaftueshme për të arritur në konkluzione të mirëfillta për gjitha vendet e Europës. Britmat e ujkut përtej miteve dhe legjendave i shërbejnë kafshës për të mbledhur tufën familjare, për të transferuar një rrezik apo komunikuar diçka në distanca të mëdha, duke qenë se hungërimat të rinj të ndjehen deri në 130 km2 distancë. Në literaturën botërore, ky gjatar zë një pozicion që është në relief pasi prallat e kanë etiketuar si kafshë të rrezikshme që simbolizon shpesh kopracin, shkatrimin apo dhe shtrigërin, veçanërisht në periudhën e mesjetës, duke ngulitur në imagjinatën njerëzore dhe lidhjen me hënën e plot dhe hungërimat e tij. Gjurma e parë është shkruar në tekstet e lashta ku përmendet ujku është poema epike babilonase Gilgamesh, ku perëndesha i Stark thente të gjithë meshkujt me cilët kishte fjetur në ujqër.